Safet Gërgjaliu, se çfarë impakti mund të kenë në ekonomi zgjedhjet e parakohshme. Gërgjaliu, faleminderit shumë për gatishmërinë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi jemi ju Aris. Apo punohet për shtet apo për pushtet, siç e tha Rama? Çysh është këndvështrimi juaj? Në shumë debate me ju, kur kam qenë musafir dhe kam qenë respektuar, e kemi potencu faktin që në Kosovë shumë të tepër zhvillohet një luftë për pushtet sa për shtet dhe për qytetar. Fakti që dy fjalë kryesore që e karakterizojnë demokracinë dhe sistemi plural, fjala sakrificë dhe kompromis nuk janë duke funksionuar, i jepin vërtet të situatës krijuar një hije pak vërtet shqetësuese. Dhe dyta, ne mund të shkojmë në zgjedhje pafund, po besoj që mentaliteti që e karakterizon garniturën aktuale politike në Kosovë është mjaft shqetësues, që do thotë ne do të kemi zgjedhje, por nuk do të kemi zgjidhje. E Kosova si kur më parë ka nevojë për zgjidhje, por e tëra kjo si duket është larg, se për diçka të tillë duhet vullnet politik dhe ky vullnet politik është duke munguar në Kosovë. Po flasim fillimisht për çështje ekonomike. U tha që 11 milion euro potencialisht do t'i kushtoj KQZ-s organizimi edhe administrimi i zgjedhjeve, por sa realisht është dëmi tjetër ekonomik, ai që nuk shihet edhe ai që shihet në sektor të tjerë? E keni bërë një pyetje mjaft të qelluar. Është vërtet që në 5 zgjedhjet e fundit Kosova, duke llogaritur në këto zgjedhje që do vinë me datën 7 qershor, do t'i shmenzojë më tepër se 40 milion euro. Ndoshta 40 milion euro nuk tingëllojnë shumë krahasuar me faktin që brenda vitit ne importojmë 7 miliard euro madhra, brenda vitit dogana inkason 2 miliard euro dhe do të thotë 9 miliard euro dalin nga qarkullimi bazuar në faktin e vitit 2025. Po besoj që ekonomitë më të zhvilluara nuk kishin me pas këtë komoditet apo këtë luks që brenda një periudhe kaq të shkurtë kohore të kenë zgjedhje të tilla. Nuk duhet gjithmonë të krahasojmë Kosovën me vende të cilat kanë pas negativitet në këtë drejtim. E shoh kohëve të fundit flitet për Bullgarinë. Bullgaria ka rrethana krejt tjera dhe Kosova ka krejt tjera, por definitivisht ne flasim për 11 milion të destinuara për zgjedhje, por humbjet janë shumë më të mëdha. Në rend parë ne jemi peng i shumë do thotë fondeve të cilat nuk do të mund të shfrytëzohen. Fakti që nga fondi për rritjen Ballkanin Perëndimor, rata e parë apo kisti i parë ka qenë në mirëbesim, dhe tani është në performancë. Kosova nuk mund të ofrojë performancë. Në rend të dytë më janë më tepër se 111 kritere që duhet të plotësohen dhe kush do t'i plotësojë nëse nuk kemi institucione. Dhe ajo që është më interesante është fakti që do të bijë performanca e punës në institucione, në veçantë në administratë, sepse vërtet 2 vite në zgjidhje, 2 vite në kampanë zgjedhore, 2 vite në interes të partive politike është një dëm që nuk duket ndoshta të parë, po lën gjurmë vërtet shumë të mëdha dhe e tëra kjo do të ndikojë se në fund të fundit këtë kalkulim dhe këto shpenzime do t'i paguajë qytetari i Republikës së Kosovës. Nuk është që kemi rastis ose kemi folë shumë për investime të huaja të kompanive të huaja ose çfarë do lloj investime tjetër në Kosovë, po megjithatë kushdo që ka plane për të ardhur në Kosovë për ta shfrytzuar fuqinë punëtore, tregun e lirë në bërje të biznesit, a e ndalon kjo situata politike, cikli i përsëritur i zgjedhjeve, mosmarrveshjet mes partive dhe paralajmërimet që mund të dalin të sakta se do të kemi sërish zgjedhje nëse nuk arrihen 80 vota për presidentin e ardhshëm? Vërtet më shqetësoi fakti që në ditën kur në Kosovë shpahen zgjedhjet e reja që do të marrin në qershor, Shqipëria nënshkruajti një marrëveshje strategjike në vlerë për 20 miliard dollarësh. Njëjtë ditë Kroacia nënshkruajti projektin më të madh në historinë kroate me mbi 50 miliard dollar investime në inteligjencë artificiale. Në të njëjtën ditë në Serbi qëndroi presidenti i Zvicrës, i cili vërtet firmos një kontratë shumë të rëndësishme me rëndësi multidimensionale. Ndërsa në Kosovë jemi këtu ku jemi, ku mungesa e stabilitetit politik, jo që po e dëmton atraktivitetin e Kosovës për investime dhe investor të huaj, por po e ngulfat zgjerimin e kapaciteteve biznesore ato bizneseve vendore, dhe tëra kjo vërtet do të jenë gjurmë të cilat do të kushtojnë në të ardhmen.
neve për momentin na duket që është një situatë normale, por asgjë nuk është normale dhe në këtë mënyrë nuk mund të jetë normale. Kosova ka nevojë për një diplomaci më aktive, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin kulturor, dhe në këtë drejtim besoj që vendet tjera janë shumë më tepër aktive dhe më agile. Po e them edhe një gjë tjetër që dua ta ndaj me ju. Ne po e harrojmë që në muajin maj pritet të jetë një verdikt në gjykatën speciale të Hagës dhe shumë armiq dhe kundërshtar të pavarësisë Kosovës janë duke pritur që do të ketë një dënim. Po e nënvlerësojnë këtë momentum shumë politikanë në Kosovë duke personifiku procesin, por dënimi eventual i krerëve të ushtrisë shkrimtare në Kosovë do të jetë një rehabilitim i struktura më të errta antikosovare kudo në Ballkan dhe Evropë, prandaj në vend që në këtë kohë kemi diplomaci aktive, kemi koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me shtetet mike evropiane, që të lobojmë që Kosova të dalë, do të faqe barë në këtë proces, kam ndërrohet që mungesa e stabilitetit politik dhe mungesa e performancës diplomatike do të jetë gjurmë negative në këtë drejtim. Prandaj le të kuptohet e vërteta që çdo dënim eventual në Hagë do të jetë dënim i Kosovës dhe do të jetë hapje e kutijës së Pandorës për ardhmërinë tonë. Prandaj vërtet Kosovës nuk ka ndash këto zgjedhje në këtë kohë, kemi shumë sfida në veçanti ekonomike, politike, gjeostrategjike, jena një kohë të inflacionit ku edhe vendet më të zhvilluara janë duke vërtet përjetuar një krizë shumë të madhe dhe Kosova të sillet në këtë mënyrë dëshmon edhe një herë që lufta për pushtet në Kosovë është e pa kompromis, po çuditërisht bëhet në emër të qytetarëve dhe biznesit, të cilët nuk e shijojnë efektin e demokracisë nga këto prodhime. Dhe në anën tjetër, diskursi politik mes subjekteve parlamentare u pa që është ashpërsu. Mund të parashikojmë se do tjetë, nëse vazhdon kështu, do tjetë paka shumë sikur se fushata e shkurtit vitit kaluar me epitete, cilësime nga më të ndryshmet mes kundërshtarëve politik. A besoni se ky do tjetë elementi që përshkon fushatën aktuale zgjedhore edhe para fushatën edhe fushatën zyrtarisht për 7 qershor, apo do të kemi premtime me aspektin programor, zhvillimor në ekonominë, mirëqenjet qytetarëve, ose do të ketë tema të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë, me çështjen e presidentit, me marrëdhëniet me aleatët ndërkombëtar, cila do të jetë tema edhe mënyra e komunikimit mes partive? Çuditërisht në Kosovë nuk votohet asnjëherë programe apo strategjia zhvillimore e Kosovës në kampanja zgjedhore. Votohet vetëm individi dhe lideri i partije politike dhe kjo është alfa dhe omega e kampanjave zgjedhore në Kosovë që është mjerisht realitet i hidhur. Kosova ka nevojë definitivisht për një vizion të qartë ekonomik, për një vizion të qartë politik, integrues, social, kulturor. Ku do të jetë Kosova në 5 vite, në 10 vite dhe në 15 vite, dhe këtë nuk e promovon dhe nuk e falos askush. Prandaj vërtet po hymë në përsëritje të një cikli të njëjtë të premtimeve të përsëritura nga zgjedhje në zgjedhje, por e vërteta është që Kosova nëse vazhdon në këtë mënyrë do të ketë sfida dhe do të jetë vërtet para sfida të cilat do të jetë vështirë për të realizuar. Gjuha ka filluar të jetë e ashpërsuar, po prapë e them, është koha kur duhet qytetarët të mendojë kë do ta votoj, do ta votoj liderin apo programin, do ta votoj mirëqenien dhe ardhmërinë e fëmijëve të tij, apo do të jetë ajo që do të vazhdojë me këtë agoni apo me këtë formë të votimit dhe që nesër nuk duhet të na befasoj zbrazja e Kosovës, ikja e bizneseve, ikja e prodhimit dhe një imazh i cili nuk i bën nder Kosovës. Në heshje jemi duke i vëzhguar të gjitha këto, por kjo heshje ka ndrosë e një ditë do të vret, sepse në fund të fundit politikanët mund të bëjnë eksperimente dhe ekzibicione të ndryshme politike, por kostën e këtij eksperimentimi po e paguajnë qytetarët e Kosovës. Po shihni që sot e kemi inflacion më tepër se 6.7%, jemi të mbarur nga importi, jemi ndër shtetet më të shtrejta në Ballkanin perëndimor, po edhe në Evropë, dhe tëra kjo vërtet do të jetë në kalkulimet në këto zgjedhje, por prapë e them, është koha kur duhet të ndryshohet mentaliteti edhe politik, po duhet të ndryshohet edhe mentaliteti i votimit, sepse nuk votohet lideri,
votohet programi dhe ajo çka ofron dhe cili do të jetë benefiti i qytetarit. Nuk votohet nga inati dhe nga urrëtia, nuk votohet duke analizuar vetëm të kaluarën. Dhe nëse vazhdohet në këtë mënyrë, duhet ta kuptojnë qytetarët që ardhmëria është shumë e gjatë se e kaluara. Por e thatë edhe më herët në fillim bisedës që kompromisi nuk ekziston në praktikën politike të kësaj garniture politike, po megjithatë a konsideroni që dikush e ka përgjegjësinë më të madhe? Kush duhet të ofroj zgjidhjen nëse nuk kanë qenë këto ofertat paraprake ose opsionet paraprake të realizueshme në praktikë? Është e vërtetë që në situata të tilla janë 3 fenomene që duhet analizohen. Në sfida të tilla e para vdes e vërteta, e dyta do thotë është koha kur duhet vetëm të shpresohet, por nuk shpresohet vetëm në premtime të kota, duhet parametra, sepse sot shumë më tepër është popullata e orientuar në emocione dhe në eufori politike, sesa në substancë të zgjedhjeve. Është e vërtetë që Kosova duke u ballafaquar një ndarje dhe një përçarje ekstreme mes do thotë poleve politike, çuditërisht dhe mjerisht kjo ndarje ka kaluar dhe është bartë në familje dhe në shoqëni, dhe vërtet nuk e besoj që dikush në moshën 7 vjeçare e mban apo e kujton një situatë të tillë ku populli shqiptar në Kosovë ka qenë aq i polarizuar, aq i ndarë dhe në fundit edhe aq agresiv. Prandaj besoj që është obligim moral i politikanëve që të promovojnë unitet, të promovojnë një frymë demokratike, të promovojnë vizion për ardhmëri, sepse përçarja ju konvenon vetëm armiqve të Kosovës. Dhe për fund, Gërxhaliu, sot është 1 maj, ditë e punëtorëve, ditë ndërkombëtare e punëtorëve në Prishtinë. U mbajtën disa protesta simbolike, po atmosfera në Kosovë nuk ishte protest, mesazh në kërkim të drejtave të mirëqenies të punëtorëve. Qysh e vlerëson kulturën kosovare në çështje të tilla? Çuditërisht sot në botë ka pasur më tepër se 3500 demonstrata të ndryshme ku punëtorët kanë kërkuar të drejta më të larta, kushte më të mira dhe një jetë më të dinjiteshme. Si duket në Kosovë, ky shpirti e themi grevis është në heshtje, është në shuarje e sipër, si duket mos organizimi apo një sulm permanent që bëhet sindikatat e Kosovës është duke lënë gjurmë në favor të politikës, me anë të dytë vetë fakti që vitet fundit kemi pas inekzistent Këshillin Ekonomik Social është arsyeja e dytë. Dhe treta, besoj dëmi më i madh që po i bëhet sindikalizmi në Kosovë është që po etiketon individët dhe ata individ po sulmohen, dhe sa më tepër ata sulmohen, do thotë zëri sindikal është më i vogël dhe futet një panik e kundërshtimit të mendimeve apo të rrethanave. Nuk besoj Kosova nuk ka pas kur arsye më të madhe se tani që të shpreh pakënaqësitë e vet. Në rend të parë nga politika është një padrejësi, si është e mundur të lihet ana sektori privat me pagën e 13, në rend të dytë si është e mundur që kjo pagë të kërkohet që të jetë e mbushur nga sektori privat dhe jo qytetari të shijojë dorën e shtetit, në rend të tretë çuditërisht në këtë themi 5 mujor të vitit 2026 kemi më tepër se 10 vdekje tragjike në vendet punës dhe në këtë drejtim besoj duhet gjithmonë të shtohet një pyetje tjetër me një pagë minimale çfarë ka Kosova sot, a mund të dilet nga fillim i muajit deri në fund të muajit, me një pagë mesatare, a mund të mjaftojë ajo të përmirësoj nivelin apo standardin e jetesës, dhe për një pagë për një familje 4 anëtare sot duhen më tepër se 1400 euro pagë mujore, kush e siguron. Prandaj po e shihni që vërtet është një kohë e një inflacioni shqetësues dhe shkatërrues që politika nuk po e sheh, por qytetari po e përjeton, është një pagë minimale dhe mesatare që vërtet nuk e arrin përmbushjen e një niveli normal të jetesës. Pra politika nuk e sheh, por këtë e shijon punëtori, qoftë në administratë, qoftë në sektorin privat, prandaj sot hesha është krimi më i madh. Dhe çuditërisht jo vetëm në ditën e 1 majit, por edhe me të gjitha këto fenomene që po ndodhen në Kosovë, hesha është ndruar në krimin më të madh që po i bëhet Kosovës. Gërxhaliu, kënaqësi që si gjithherë të bisedojmë bashkë. Faleminderit shumë për sonte.
Ishte kënaqësi, faleminderit, natën e mirë. Faleminderit shumë. Kur jemi tek 1 maj, sot ka hyrë në fuqi marrëveshja për lëvizjen